etiketimeve. Në atë kohë jemi takuar me presidentin Thaçi, sepse unë kam desh me pas qartë për çka po bojmë. Edhe më thonë, unë i kam hezitimet e mia për këtë punë. Unë du drejtësi për ngjarjet që kanë ndodhur për fshira ato që ju kanë ndodhur komunitetit egjiptian, sepse unë kam votimin me deklarim, edhe kam deklarimin e publik se kam deklaruar du drejtësi për çdo rast që ka ndodhur vrasje, zhdukje, verë. Unë kam votuar gjykatën speciale, domethënë kur është kriju gjykata speciale, unë kam votuar gjykatën speciale, e kam votuar me vedi edhe me atë sepse kanë me u thirr njerëz saktuar në përgjithësi që kanë bë vepra, tash mbetet me çan pishmon sepse është deviju gjitha i proces ka kaluar në diçka që vërtet po ta dija se çfarë për çka po zhvillohet gjykata speciale, normalisht atëherë do ta votoja. Çto po do më të nol? Çka të kanë thonë që po voton atë kohë? Që tash të ka dalë komplet tjetër. Me u thirr njerëz individ saktum, jo e para që ka qenë rëndësishme për mua, nuk ka pas me u akuzu ushtria shterimtare e Kosovës, si institucion, si tanësi, sepse kjo më ka penguar shumë edhe asnjëherë sepse jemi pjesë rreth 117 kam nga komuniteti egjiptian që kanë pjesë ushtrisë shterimtare të Kosovës, jemi pjesë e atij institucioni që është i shajt për neve. Edhe asnjëherë gjithmonë e kam ditë që nuk po akuzohet UÇK-ja, por disa ngjarje cilat secili prej neve mi kanë të gatshëm personat që kanë kryer ato, që kanë mujt mi kryer ato vepra me dhanë përgjithësi. Edhe ka qenë ajo shtëpia verdh atje që u kanë si e dyshim, raporti i Dikmartit, edhe me thënë drejt edhe në komunitet kemi pas ngjarje që kanë të vramë, zhdukun, e këto tjera. Duke dështuar drejtësia në Kosovë, e Kosovës, normalisht që unë edhe sot asaj dite unë lypi gjithherë përgjithësi për çdo veprim dikujt që ka bë edhe i ka shkaktuar probleme në jetë ose ka ndodhur ngjarje që ato janë të evidentuara. Edhe kam pritë që gjykata ka më marrë me individ saktum, rast për rast ka me zbulu, ka më marrë me individ që nuk janë këta që janë, nuk janë konë asnjëherë, nuk kemi pritë që kanë me konë këta, sepse ngjarjet që kanë ndodhur në terren janë ngjarje që kanë bërë individ saktum që ndoshta e kanë keqpërdorur edhe emrin e UÇK-s, individ saktum edhe unë kam pritë që kanë më thirrë individ saktum. Por në fund ka përfunduar duke u ngritur këtë akuzë për ndërmarrjet përbashkët kriminale etj. Që për mua kanë goxha pa pranueshme dhe pa kuptim. A ke qenë i bindur apo ta ka kërkuar dikush votën në atë kohë? Kështu si në thojsa si mënyrë presioni jo të individit ta ka kërkuar, po në formë presioni ndërkombëtar që ka qenë një presion shumë i madh. Unë e para kam pas vedije politike, e kam ditë që është e rëndësishme, po detyrohemi me bëni gjykatë speciale për mua pastru prej këtyne etiketimeve. Në atë kohë jemi takuar me presidentin Thaçi, sepse unë kam desh me pas qartë për çka po bojmë. Edhe më thonë, unë i kam hezitimet e mia për këtë punë. Unë du drejtësi për ngjarjet që kanë ndodhur për fshira ato që ju kanë ndodhur komunitetit egjiptian, sepse unë kam votimin me deklarim, edhe kam deklarimin e publik se kam deklaruar du drejtësi për çdo rast që ka ndodhur vrasje, zhdukje, ngjarje të tjera. Edhe ai më ka thonë veton, unë derisa unë votoj, atëherë ta kërkoj votën për me votu, sepse kemi për obligim me bën një gjykatë e cila e pastron Kosovën prej padrejtësive, e pastron UÇK-n sepse edhe atëherë u diket që nëse nuk kanë më gjyku rastet individuale, atëherë ka mundësi me mbetë e zhytur, si me thonë, etiketuar për të keq edhe ushtria shterimtare të Kosovës.